është që kur fillova sot programin, unë thash që nuk do duhet të ndodhin vetëm në televizion biseda si kjo. Merita është e jote, dhe ta dish, kam pas një buzëqeshje gjithë ditën sot në jetën time në shtëpi, duke menduar që në darkë do flisnim bashkë në program. Me këtë rast vinë dy personazhe të ndryshëm, por totalisht të veçantë. Si u kuptuan ata me njëri tjetrin? Kjo foto është shkrep në prill të vitit 2007 në kuvendin e Franciscan Gjuadolit në Shkodër, kur Ismaili bashkë me bashkëshortën Helenën bani një vizitë Adze Flumit, i cili është 3 vjet para se të vdiste, ishte i lodhur, por mendjen e kishte akull. Është takimi mes dy persona shumë të veçantë, sa po the, dhe me dy persona të cilë kanë dhënë gjithçka, nuk kanë asgjë për me arrit në atë moment. Janë bashku vetëm pse janë kuptu mirë me njëri tjetrin. Janë kuptuar mirë me njëri tjetrin. Po, janë kuptu mirë me njëri tjetrin. E thot, një moment ja tha dhe Adze Flumi, pak qaste përpara këtij momenti kur shkroi foto, që na dy jena një dhogore. Edhe dhogorja e kulturës. Që është deklarat shumë e fortë në një kuptim, dhe do të duhet të ketë qenë muzikë për vesh të Ismailit, që në atë kohë dëgjonte shumë çka tjetër të përzjera. Po, absolutisht. Asnjëri për tyre s'kishte nevojë për tjetrin. Pse dy kishin arrit Adze Flumi nëpërmjet jetës së tij, të vujtjeve dhe pjesë tjetër prej disa dekadash mas rrëmjes komunizmit. Kishte Kadare një ndjenjë të dallueshme empatie në sjellje? Absolutisht, absolutisht po. Ishte një ndjenjë të thellë empatie dhe mund të them unjësimit me ato që ishin idealet Adze Flumit. Pra nuk kishte asgjë të huaj tek asnjëri prej tyre. Si dëshmitar ti ke qenë aty? Po. Si dëshmitar i një momenti fare të veçantë. Ka patur aty, qoftë edhe sikur një ngritje vetu dhe një humor me 3 kuptime, një heshtje pak e veçantë, ka pat aty një... Absolutisht jo, absolutisht jo. Adze Flumi ishte, nuk e kam pa ndonjëherë ma pozitiv, se është një person shumë i veçantë, Adze Flumi nuk ishte për atyne që... Dhe jo i lehtë? Jo, në asnjë mënyrë. Por kam pa se vjej edhe një drek, ishte një takim i gjatë, disa orësh, kam pa një... Po, mund them se ka një kullë tek unë, qasja Adze Flumit, kishte lexu ajo afrimi edhe ky lloj, po them, kjo lloj sintoniet, kjo lloj empatiet e thellë, ka nisë me leximin nga ana e tij, i cili njihte veprat tjera të Ismailit, po me leximin e çështjes marrëzisë. Edhe unë atë kohë drejtoja Hyllin e Dritë, edhe më sugjeroi që të bëja një recension të Hyllit Dritë, cilin edhe e bana. Është një vepër, ai tha i ka thënë gjithë ata të kjo vepër, por ata gjëra që në mënyrë alegorike i ka thënë vepra tjera, këtu i ka thënë krejt haptës. Prandaj thënë, të gjithë ne duhet kuptojmë, duhet të kuptojmë rrethanat historike në cilat ka jetu, se në njëjtat rrethana kam jetu edhe unë, dhe fatin e madh që ky person ka pas që ty mos hin burg me shkru vepra me lanë, se një burgosur më shumë s'do të na kishte